E vërteta çdo gruaje është përballë pasqyrës së saj. E pikërisht këtë të vërtet pritet ta rrëfejë drama Gruaja Mesirtar, e cila vjen premier të hënën e javës së ardhshme nga trupa e teatrit Aleksandër Mojsiu, e shkruar nga autorja Nisa Margarian, me regji të Suela Bakos dhe me interpretimin që mbasi do të jetë roli i jetës për aktoren Mimoza Marjanaku. Drama Gruaja Mesirtar synon të zbulojë shumë çka nga historia e trazuar e vesës dhe të depërtojë thellë në ndjenjat dhe emocionet e publikut. Kam zgjedhur që të rrëfejmë një histori të një gruaje të abuzuar, e cila i gjen shpëtimin në momentin që vendos të ndaj këtë histori me psikologun e saj, edhe për t'i komunikuar audiencës dhe për t'i komunikuar grave me historitë të ngjashme, që ka zgjidhje. Doja të bëja një monodram dhe Anisa sa pse jo, fola dhe me Suelën, ishte pa planifikuar. Anisa solli tekstin dhe ajo që më vjen mirë ta them është se ai tekst është shkruar për mua. Unë duke qenë aktore për shumë vitesh këtu në teatrin Aleksandër Mojsiu, kam qenë pjesë pothuajse të gjithë repertorit shfaqjeve, por kam luajtur jo role të shkruara për mua dhe për kjo për mua është flet shumë. Drama do të ngjitet në skenën e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, për shkak se Qendra Kulturore e Durrësit është në proces rikonstruksioni. Për Omir Zallën, të vetmin veshk mes dhjamit, siç preferon ai me shaka ta cilësoj veten, vepra teatrale do të jetë një udhtim përmes emocioneve, fjalëve dhe heshtjes që shpesh flet më shumë. Ngarkesa e rolit tim, të themi, në këtë shfaqje është relativisht e vogël. Duhet që për aq sa kam pjesë në këtë shfaqje, duhet jem, si thua, sa më i saktë dhe sa më koncis në atë që bëj. Por ama në një kuptim tjetër, ky pozicion që unë kam në këtë shfaqje është shumë i lehtë, në sensin që për mua është lehtësi dhe fat i madh dhe nder gjithashtu, do ta thoja edhe këtë, që jam pjesë e një stafi që është i përbërë vetëm nga gra. Drama vjen premier për publikun në datat 24 dhe 25 nëntor në orën 19. Unë do të ftoja publikun e Durrësit, por jo vetëm, dhe atë të Tiranës, për të parë këtë shfaqje, sepse jam e sigurt që ajo që do të përjetojë në këtë shfaqje vjen për herë të parë. Jeni të ftuar në datat 24, 25 nëntor, si dhe në datën 3, 4 dhjetor në sallën e QKF-s.